Nga tubimi madhështor në Haraqin ku morën pjesë qytetarë, familjarë të dëshmorëve invalid, lufte bashkëluftëtare, përfaqësues institucional dhe strukturat e BDI-s, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti përcolli mesazhe për kryeministrin Kristian Mickovski për politikat e tij anti-shqiptare. Kristian Mickovski është kryetar i qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut. Ai përfaqëson të gjithë qytetarët, sepse ka fitu legitimitetin. Ne nuk ja kontestojmë ati legitimitetin. Ne atë e thirrim nga ky takim i Haraqinës të dalë publikisht, t'ju shpjegoj qytetarëve të shqiptar pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse po e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit, pse e rrezikon paqen, stabilitetin dhe sigurinë e vendit. Është vendi më i miri, më i përshtatshëm, kjo porosi sonte t'i shkojnë nga Haraqina Kristian Mickovskit për shpjegime. Ai t'u jap shqiptarëve pse e ndryshon ligjin e gjuhës, pse e ndryshon marrëveshjen paqësore të Ohrit.